Presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga priti në takim me zëvendës sekretarin e Shtetit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës William Burns, i shoqëruar nga zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit Philip Riker dhe ambasadori i SBA-s në Kosovë Christopher Dell. Zëvendës sekretari amerikan i Shtetit Burns tha se SBA-ja i jep mbështetje dhe përkrahje Kosovës në të gjitha proceset e saj. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës është interesuar për përparimin e gjithë rajonit të Ballkanit, përfshirë Kosovën drejt integrimeve euroatlantike. Burns tha se SBA-ja do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në skenën ndërkombëtare, rajonale dhe atë të brendshme dhe nuk do të inkurajojë asnjë hap që do të dëmtojë pavarësinë e Kosovës, njofton presidenca kosovare. Presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga e falenderoi zëvendës sekretarin amerikan Burns për mbështetjen që SBA-ja i ka dhënë Kosovës në arritjen e lirisë dhe për përkrahjen e vazhdueshme për konsolidimin e shtetit. Presidenti Jahjaga tha se prania e vazhdueshme e SBA-s në Kosovë është garantuese i paqes dhe stabilitetit në të gjithë rajonin. Ai tha se janë bërë hapa të rëndësishëm në përpjekjet e Kosovës për të arritur stabilitetin dhe theksoi se zbatimi i planit Ahtisari, që ofron të drejta të garantuara për komunitetin serb, është zgjidhja më e mirë për komunat në veri të Kosovës.